Pikërisht për këtë arsye do të flasim për motin që ndoshta mund duket ndonjë temë e zakonshme, por moti në këta 2 muaj na ka befastuar sepse në të shumtën e rasteve kemi pas ditë që kanë qenë përbluese, por në të njëjtën kohë kemi pas rreshtje e stuhi të cilat realisht kanë sjell edhe dëme të shumta për të cilat ne i kemi parë sidomos gjatë 24 orëve të fundit. Unë kam kënaqësinë që përmes një lidhje të drejtë për drejtë të kemi meteorologun Sherif Bosalci, me cilin do të flasim sa i përket motit, ndryshimeve klimatike e shumë çka tjetër. Zotri Bosalci, faleminderit shumë për kohën. Është kënaqësia, faleminderit shumë. Përsesin. Po flasim për motin sepse brenda një dite mund të themi se kemi përjetuar 4 stinet e ndryshme të vitit. A është normale kjo për Kosovën, duke parë se në mëngjes po kemi freski, më pas në mesditë po kemi një të nxehtë shumë të madh dhe më pas po kemi edhe rreshtje të dendura, shiu, breshër e gjitha këto? Po duhet mos harrojmë që jemi në stinën e verës, do të thotë gjithsesi në pikun e stinës së verës, do të thotë jemi në muajin, në pjesën e fundit të muajit korrekt, kur zakonisht pritën temperatura të jenë ekstreme, nuk është diçka e jashtëzakonshme, do të thotë kemi pasur situata nga dhënat që posedojmë edhe në periudha të kaluara, do të thotë situata të tilla të ngjashme me mot të tillë të ngjashëm, do të thotë me bubullima, stuhi tipike verore, cilat vende dhe dim të shkaktojnë dëme. Zotri Bosalci, edhe mbrapa jush po shoh, por edhe në faqen e Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, u tha se jemi në nivelin portokalli. Na trego pak çfarë do të thotë ky nivel? A duhet që të shqetësohemi, a është alarm në vete? Për shikuesit tuaj, fillimisht ju informoj që unë gjendem në departamentin meteorologjik të ofruesit shërbimeve të navigacionit ajror, gjithsesi në Kans, do të thotë aty edhe këtë departament edhe e drejtoj. Do të thotë është mirë që instituti po lëshon paralajmërimet të motit. Fatmirësisht, do të thotë paralajmërimi që ishte për ditën e sotme deri më tani nuk ka ndodhur dhe nuk pritet të ndodhë. Ju po shihni në prapaskenë në sfond mbrapa meje imazhe satelitore, të cilat i pranojmë nga ESSL, është European Severe Storm Laboratory, do të thotë me seli në afërsitë të Vjenës, Vjenë në orë 7. Do të thotë është një laborator i cili ekskluzivisht mirret me parashikimet e stuhive të motit, sidomos me rrezikshmëri të lartë, do të thotë motit ekstrem. Këto të dhëna, këtë program cilin po e shihni mbrapa, do të thotë kemi me licencë qysh nga janari i këtij viti. Dhe për ditën e djeshme kemi pa situata që janë paralajmëruar në ndërlidhje me atë çka edhe ndodhi. Biles paralajmërimi përmes këtij programi, përmes displejerit të SSL-s ishte diçka edhe më i ashpër, do thotë pritej të ketë breshër në shumë pjesë të vendit. Fatmirësisht ka pasur vetëm erëra të fuqishme dhe rrëbeshje shiu dhe gjithsesi edhe trafiku ajror nuk ka kaluar me ndonjë pasojë. Do thotë çdo gjë ka qenë paralajmëruar nga ana jonë te trafiku ajror dhe pa pasojë. Zotri Bosalci, stuhi po i quaj të tilla, a pritet që të kemi edhe në vazhdim? Sepse e thatë edhe ju, marrë parasysh edhe paralajmërimet, parashikimet e shumta, është thënë se edhe gjatë ditës së sotme do të ketë të tilla. Jo, sot nuk pritet të ketë stuhi. Fatmirësisht do thotë ka pasur një devijim të asaj trasesë që quhet të kushteve ekstreme të motit, do thotë ka pasur një devijim në aspektin jugor dhe kushte më ekstreme të motit në pjesën e parë të ditës në pjesën e Shqipërisë qendrore dhe Maqedonisë veriore, kështu që kemi pasur fat që nuk ka vazhduar ai trendi. Do thotë dhe me që po e shihni sot një mot jashtëzakonisht të freskët, do thotë nuk ka potencial, nuk ka furnizim me energji, ato temperaturat e larta që i përmend, ato në vazhdimsi furnizojnë, do thotë këto stuhi, këtë atmosferë me instabilitet, domethënë atmosferë jo stabile, dhe si rrjedhoj jemi ballafaquar, do thotë me kushte të tilla të motit. Pritet të ketë qetësi në këtë drejtim, do të pritet që ditën e premte të kemi riga lokale të dobta
të shiut, dita e nesërme, dita e njëjtë do të jetë kryesisht e qetë, biles ditën e premte modelet na japin që ndoshta zhiva e termometrit nuk do të kalojë 20 gradë Celsius, do të pritet një freskim jashtëzakonisht i mirë, pastaj një trend i temperaturave në ngritje përgjatë vikendit dhe diku nga mesi i javës së ardhshme pastaj temperatura të larta edhe mbi 30 gradë Celsius. Mos harrojmë që u ballafaqua me stuhi moti në regionin tonë, gjithsesi në vendin tonë, dhe në rrethin, faktikisht keni pa edhe qytetin e Shkupit, pak rrjetet sociale po bojnë të mundshme me pas informacione për çka do që ndodh, ndërsa po të shiqojmë në pjesën perëndimore të kontinentit të vjetër, Spanjë, Francë, Itali, pjesë të shumta të Italisë janë duke u ballafaquar me zjarre. Do thotë këto janë dy fenomenet kryesore që përshkrojnë ndryshimet klimatike, o do të kemi thatësi dhe pastaj me thatësi vinë edhe ato zjarret që po ashtu janë të rrezikshme për ambientin edhe për qytetarët dhe pasuritë e tyre, por edhe kjo që ishte dje, do thotë në ato erëra fatkeqësisht mund të rezultojë me pasoja në aspektin e jetrave të njerëzve dhe po ashtu të pasurive apo patundshmërive të qytetarëve. Profesor, shumë njerëz dje kanë qenë të papërgatitur. Stuhia, aktori ishit e dendurat, shiut i kanë zënë në rrugë, disa edhe në përveturat e tyre dhe moti dje ka qenë vërtet, për mua ka qenë diçka që nuk e kanë përjetuar për një kohë të gjatë. Dhe shumë prej njerëzve nuk kanë ditë se si të veprojnë në ato raste. Cila do të ishte një këshill nëse një gjë e tillë na ndodh në ditët e ardhshme ose në muajt në vazhdim? Fillimisht nuk ka nevojë për panik, duhet të ndiqen rekomandimet, informacionet që vijnë nga institucionet përkatëse. Në këtë situatë, do thotë Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës është plotësisht i autorizuar që të lëshojë edhe paralajmërime, është obligim ligjor i tyre, do thotë për me njoftu opinionin në lidhje me situatat me rrezikshmëri të lartë të kushteve të motit. Atë edhe kanë bërë edhe ditën e djeshme. Nevojitet një edukim i qytetarëve në këtë drejtim, do thotë mos ketë panik. Fatkeqësisht ka shumë njerëz që ta quajtur amator, cilët mirën me fushën dhe kemi pa dje për shembull është proklamu që një informat shumë e rrezikshme në Estofex. Estofex është përbëhet nga një rrjet profesionistësh dhe studentësh cilët e kanë një sajt, do të një website, ku plastojnë informacione meteorologjike ekskluzivisht për profesionistët meteorologjik. Jo për qytetarët e lirë, shohin se çka pritet ndodhë si. Do thotë nuk është një mjet ku bëhet paralajmërim nivel evropian. Absolutisht ajo është e papranueshme me përhap dezinformata të tilla dhe me kriju panik. Kur njerëzit janë panik, pastaj mund të ndodhin edhe aksidente, incidente të panevojshme gjatë panikës, kështu që duhet ndiqen gjithmonë informacionet e institucioneve përkatëse vendore dhe çdo gjë do të jetë në rregull. Prof, edhe për fund, me qenë se dhe jemi në minutat e kësaj bisedet të fundit, a mund të kemi përsëri ditë me temperatura që shkojnë mbi 35 gradë Celsius, apo do të kemi një mot? Po, jemi, do thotë, kem pasur disa ditë me temperatura mbi 35 gradë, ka komentet ndryshme në lidhje me atë se çka quajmë valët të nxehtit. Do të ekzistojnë terma formal të Organizatës Botërore të Meteorologjisë, diku thuhet që duhet të jetë temperatura 5 gradë më lartë se mesatarja maksimale, diku thuhet duhet të jetë 5 ditë me radhë të tillë. Sido që të jetë, ashtu si ju thash edhe në fillim, do të pritet që nga mesi javës së ardhshme të jetë një valë e re të nxehtit dhe nuk përjashtohet që do të thotë ditëve në vazhdim, do të shohim sa do të zgjatë kjo. Po fillimi ditët e fundit të korrikut dhe fillimi i muajit gusht me siguri do të jenë të ngrohta, me shumë diell dhe do të me interes për qytetarët që të freskohen nëpër pishina apo pse jo edhe në Bregdet. Shumë faleminderit për kohën dhe për informacionet që ndahet me ne zotri Gosalci. Ishte kënaqësia.